Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha zhvilloi një takim në shtabin elektoral në Vlorë, ku të pranishëm ishin drejtues të Partisë Demokratike Lokale, si dhe kandidatët për deputet të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj theksoi se Partia Demokratike, nëse vijon punën me këtë ritme, do të arrijë një rezultat spektakolar në qarkun e Vlorës, duke fituar 6 mandate deputetësh. Treguesit këtu në Vlorë janë që ne po të intensifikojmë punën, siç po punojmë tani, siç po punojnë kandidatët, po në veçanti kryetari i degës së Vlorës, ja u thash Yustin Shara, kryetari i degës së Selenicës, Nard Rakipi, sekretaria e degës, Nada Meçorapaj, kryetari i Forumit Rinor dhe gjithë kandidatët dhe shtabet e kandidatëve, ne arrim patjetër në këtë rezultat 6-6 në Vlorë, që ky rezultat është kapitullim për Ramën, është fitore në gjithë Shqipërinë, se rezultati këtu në Vlorë gjithmonë kështu është lidhur me rezultatin në Shqipëri. Ka një lidhje simbioz të shumë të shpjegueshme, dhe në 92 dhe në 2005, po. Unë doktor ju falenderoj dhe për kohën, edhe se ne mësojmë nga ju tani energjinë sa ju nuk e kemi dot, nuk e arrim dot, nuk e gjejmë atë ilaçin, as nuk pretendojmë. Bujar Leskaj ka dhuruar më pas liderit demokrat Sali Berisha librin e tij për në kuvent me shkrimet në vitet 2021-2022. Dëshiroj t'ju bëj në mënyrë simbolike, kjo është kopja e librit tim, për në kuvent janë diskutimet dhe shkrimet e mia. Këto janë vitet 2021-2022, tani kam dhe 2023-2024, do t'i promovojmë. Unë të faloj shumë. Kemi 3 promovime që do bëjmë këtë javë, po kuptohet para dite. Do promovojmë veprën e Vilson Bloshmit dhe Gens Lekës, kemi marrë 100 kopjo dhe me vllajën edhe me kritik letrat. Do promovojmë një vepër të një politikani, një luftëtari antifashist që ka qenë në luftë dhe me komunistët, dhe me qeverit dhe me fashist, dhe kanë pushkatuar nazistët, siç është avokat Skënder Muço, pjesëmarrës i Kongresit të Mukjes, e pushkatuan 44, miku jonë Enver me Misha Lepenica ka bërë një studim të plot, dhe do promovojmë edhe këtë librin tim dhe vëllimin e dytë, kuptohet në ato aktivitete që ne i bëjmë për të përcjellë mesazhe. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha falenderoi Partinë Demokratike të Vlorës për punën e përkushtuar që po bën në këtë fushat. Ai theksoi se forca kryesore e opozitës qëndron te programi dhe takimet e drejtë për drejta me qytetarët, të cilët përfaqësojnë të gjitha elektoratet. Berisha u kërkoi mbështetësve për qëndrim maksimal në ditët e mbetura të fushatës, duke i nxitur që të angazhohen më shumë në terren. Doja të takoj dhe të falenderoj shumë për punën që keni bërë, punën shumë të mirë që keni bërë, por këto 8 ditë që kanë mbetur, do të kërkoja të ishte java e jetësuaj, në kuptimin e përqendrimit të çdo lloj përpjekje që mund të bëni të takojmë sa më shumë njerëz, të mos mendojmë se pse ndigjojnë programin e besojnë me njerë. Po t'i takojmë, shanset e besimit programit janë shumë më të mëdha. Ende televizioni gjithnjë është i akullt, është i ftoft. E tha fort mirë, kështu thonë, kështu kanë politikanë. Po kur ne i takojmë, çfarë tregoi fushata e Donald Trumpit? Fushata e Donald Trumpit pati si risin, se aty lidin risin, zakonisht risit lidin në fushatat presidenciale amerikane, sepse ajo është janë një elektorat, një kom 350 milion, me ekipe shumë të mëdha mobilizuese studimore, tjere me radhë. Në këtë fushat, ajo që fitoi ishte takimi. Ishte takimi me njerëz. Në këtë fushat u konstatue se nëpërmjet takimit mund të ndryshoj mendja e 1/3 së atyre që takon, çka është gjë e jashtëzakonshme. Pra edhe ne kemi një program të shkëlqyer. Programi ynë është për çdo pensionist, programi ynë është për çdo biznesmen, për çdo fermer, për çdo prind, për çdo nën, për çdo motër, është program me të vërtet, është program që mbyll, krijon një epokë të re, ndan Shqipërinë nga një diktaturë.
Ky tani çfarë bën një fushat në një fushat më përçmuese për qytetarët. Njihet kjo si lloj fushate. Është një fushat me të cilën ky përpiqet që të zhvlerësojë programin në hapësirën komunikative.